Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paraqiti sot pamjet e filmuara nga kamerat brenda qendrave të votimit për të mbështetur akuzat e tij se procesi 11 majit u manipulua. Në një qendër votimi, pamjet tregojnë se komisioneri e hap kutinë për të kontrolluar fletën e votimit. Ky fut dorën e tij të zezë në kuti, nxjerr votën që ka votuar qytetari, e kontrollon, sepse ky e din se po zbaton porosinë e Edi Ramës dhe ka mbrojtje Altin Troplinit. Në një tjetër qendër votimi, komisioneri në shkelje të ligjit shoqëron votuesin në dhomën e fshetit dhe qëndron me të derisa ai voton. Tani shoku komisioner e shoqëron në dhomën e errët, mbasi ai duhet sigurohet për votën e tij. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha transmetoi edhe pamjet qytetarëve që marrin 2 apo 4 flet për të votuar. Nga që lodhet i japi dhe i karrige, se ka shumë punë të plotësoj 4 fletë votimi. Ai është votues profesionist, plotëson 4 fletë aty. Gjithashtu Berisha tregoi pamje ku shihen qytetarë që e nxjerrin jashtë qendrës fletën e votimit, një veprim që sipas Partisë Demokratike fakton përdorimin e skemës së trenit bullgar në 11 maj. Farsa elektorale e Edi Ramës dhe më pas e Artur Troplinit, e Xhevdet Troplinit dhe Elvis Doçit, e Suel Çels dhe vrazëve të tjerë nuk do kaloj kurrë. Nuk do pranohet kurrë. Prej momenti që përfundoi procesi numërimit të votave, të gjithë drejtuesit politikë të Partisë Demokratike e kandidatët për deputet po punojnë për të mbledhur çdo provë që fakton deformimin e vullnetit të zgjedhësve, përfshi kontrollin e kamerave të instaluara në qendrat e votimit.